Përshëndetje gjithë, duke marrë shkas nga heqja e vëmendjes që është bërë jo pa qëllim nga kryeministri jon në rrjetet sociale, gjithë jemi të fokusuar tek bullizimi që ai bën. Ndërkohë, të premten me datë 19 qershor 2026, pra 3 ditë nga sot, kryeministri jon ka marrë përsëri 4 vendime që lidhen me investimet strategjike, €1 metër katror për tani për paketën e maleve. Nuk janë pak, janë 4 bashki dhe mijëra hektar tokë që pretendohet të jepet tek investitorë privat për €1 metër katror, dhe sigurisht kryeministri i leverdis kjo heqje vëmendjes nga këto vendime që merren dhe të merrem me informacion Instagrami që nuk na hyn në punë absolutisht fare, por sigurisht leverdisin atij. Në këtë momente që flasin në pikën 1 të nenit 4 të ligjit numër 20, në vitin 2025 që miratua ligji, vendimet që u morën të premten për paketën e maleve, investime strategjike, €1 metër katror përsëri, Bashkia e Devollit 17.000 hektar, Bashkia e Kolonjës 7 zona 10.000 hektar, Malësia e Madhe e Qarkut Shkodër ka 10 zona, 8 prej tyre 19.000 hektar dhe 2 tjera shumë të mëdha 31.000 hektar. Bashkia Patos 5 zona me mbi 2.000 hektar. Gjitha këto pretendohet, por është marrë vendimi që të shiten për €1 metër katror dhe sigurisht investime strategjike. Ne dim se si çlirojnë investitorin nga taksat për një 10 vjeçar të mirë, dhe kjo e leverdis sigurisht investitorëve privat, oligarkët tanë që nuk janë pakt, dhe kemi parë nga historia ka treguar që investimet strategjike ndrysh nga çfarë është deklaruar nëpër media nuk i hyn absolutisht në punë xhepit të qytetarëve, taksa paguesve të vërtetë. Ju lutem fokusoni tek këto problematika, sepse kryeministri e leverdis lojrat e Instagramit që ne po e ushqejmë çdo ditë. Problematikat e vërteta ndodhen në kryeministri, në parlament, në vendimet që merren, dhe sot, jo më larg se sot, janë shpallur këto vendime në faqen zyrtare të kryeministrisë. Nuk janë lajme Instagrami, janë lajme që vendime që janë marrë nga vetë kryeministri jon, dhe askush nuk ka folur për këtë gjëra. Është shumë e rëndësishme të fokusohen, ju lutem.